Sot kam marrë një prej organizimeve të shumta të Partisë Demokratike. Për mendimin tim, Partia Demokratike paret një prej partive më të mira dhe që ofron shumë mundësi në shtetin e Kosovës. Kur mendon për mënyra se si të zhvillojë ekonominë e vendit, ai mendon për të gjitha familjet kosovare, por një të gjitha për fuqizimin e gruas. Arsyeja pse jam bashkuar PDK-s ka qenë për shkak se është i vetmi subjekt politik tek i cili unë shoh perspektivë për mua si e re qytetare e Kosovës. Unë pash një fuqizim të gruas këto, kishin ide të qarta, kishin qëllime të qarta se ato me të vërtet dojnë të fuqizohen dhe dojnë të ngrisin zërin e tyre dhe këtë më së miri besoj që do ta gjejnë në Partinë Demokratike të Kosovës. E arritura tjetër është ngritja e vetdijes së grave se mund të bëjnë dhe kanë nisma të rëndësishme për shoqërinë dhe për gruan. Të gjitha këto rekomandime synojnë që të jenë, të inkorporohen në planin dhe programin qeverisës të Partisë Demokratike të Kosovës.